Elhamdulillahi thumma elhamdulillah. Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina Muhammedin alayhi salatu wassalam. Të nderuar teleshikues të televizionit të Maqedonisë kanalit Ditë, ju përshëndes me përshëndetjen më të mirë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema e janë e sotshme do të jetë vlera e punës dhe ndershmëria e punëtorit, ku Allahu Dhul Gjelal thot në ajet kuranore: wa kulla amalu fasayra Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sutaradduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kjo ajet kuranor tregon Allahu Dhul Gjelal dhe i thot Muhammedit alayhi salatu wassalam: thuju o Muhammed njerëzive në tërësi, punojni, veprojni, se Allahu Dhul Gjelal do të vlerëson dhe Muhammedi alayhi salatu wassalam punën e juve dhe në tërësi besimtarët musliman. Të nderuar vëllezër musliman, puna në të gjithë ne në botë e dina se është e patjetërsueshme dhe nuk ka asnjë perspektiv pa punë. Të gjithë shka shohmi për rreth vetës flet për vlerën e punës dhe punëtorit. Allahu Dhul Gjelal në këtë botë, kur e sjellli Ademin alayhi salam, i tha se innaka latashqa, do të mundohesh dhe do të lodhesh. Për çfarë arsye do të lodhesh? Se në këtë botë do të kërkojsh rrezikun duke e kërkuar e jo të gatshëm sikur se e kisha më para në xhenet. Dhe për vlerën e punës tregon vetë fakti në të cilën ne jetojna, të gjithë shka shohmi për rreth vetës, ndërtimtari dhe teknologji, kjo flet për vlerën e punës të cilën e ka rëndësinë dhe peshën e vet në përditshmërinë tanë. Ka disa njerëz mbështeten në mbështetjen se Zoti e sjell rrezikin. Kjo është për qetësimin e punëtorit në atë aspektin psihik, kurse jo në atë fizik. Ajo pjesa fizike kërkohet që të punojna, se vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: puna, jo se kafshata më e dashur e një robit është ajo e cila e fiton me dorën e vet, jo se tregtia e cila është e pastër. Kurse Hazreti Omeri radiallahu anhu thotë: mos të ulet dikush dhe të kërkon rrezikun duke u lutur Allahu Dhul Gjelal: o Allah, jepëm rrezik. Por thot, ju e dini se qiella nuk rrjedh as argjend dhe as ari. Dhe prej thënieve të tij ishte se dëshira jeme e flakët do të ishte Allahu Dhul Gjelal në përfundimin e jetës time të më merë shpirtin duke vepruar në punë dhe tregti ta ushqyer familjen time. Kurse në jetën e përditshme të Muhammedit alayhi salatu wassalam ne nxjerrmi mësime. Muhammedi alayhi salatu wassalam, të nderuar teleshikues, ka qenë në fëmijërinë e tij, ka punuar rojtar, jose çoban i dhënve. Në rinien e tije u mirke me tregti. Pse Allahu Dhul Gjelal nuk i tha ri, se ne do ta sjellmi rrezikin. Ajo ishte shembulltira më e mira e jon dhe e njerëzimit, e cila na tregoi se puna kërkohet prej njerëzive të cilët Zoti i zbriti prej kohën e Hazreti Ademit në rruzullin toksor. Por Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, çka na tregon në surën të Tebarak, ku thot se Allahu i lartësuar e ngran vetën Allahu Dhul Gjelal dhe thot: alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Por Allahu Dhul Gjelal në këtë ajet a kërkon vetëm punën prej neve, por a e kërkon mënyrën e punës. Thot se puna, Zoti do ta vlerëson mënyrën e punës në nivelin më të mirin dhe më të preciz dhe më të sinqertin dhe më të shnoshin. Kur Allahu Dhul Gjelal e ka ngarkuar njeriu dhe e ka angazhuar me thirrjen në fe,
nuk e ka penguar ndaj sistemit jetësor, por e ka sistematizuar në sistemin ma të sinqertin dhe ma të drejtin, i cili do të sjellë mirësi dhe paqë dhe drejtësi në shoqëri. Dhe për atë arsye, Allahu Dhul Gjelal i ka zbritur të pejgamberët e vet që të jenë shembulltira më e mirë e njerëzimit se çish duhet të sjellën njerëzimi në këtë botë. Thamë se pejgamberët kanë qenë në shembulltira më e mirë e njerëzimit. Po ashtu ne edhe pasuesit ose halifatet të cilët kanë ardhur pas Muhamedit alayhi salatu wassalam, Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili ishte një tregtar shumë i suksesshëm në jetën e tij, i cili sakrifikoi për Muhamedin dhe ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam sa herë u lipke nevoja, ai çlironte shumë njerëz prej robërisë, i blente më parë të tij dhe i lironte prej robërisë që të janë të lirë. Po ashtu ne Othmani radiallahu anhu, i cili ishte një prej biznismenëve më të suksesshëm të kohës të tij, i cili në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam e financoi një ushtri të tërë dhe në kohën e halifës Omerit radiallahu anhu, ai kishte bota islame një krizë dhe në atë krizë dha dhurat për pushtetin dhe për muslimanët dhe për njerëzimin në tërësi, 1000 deve të ngarkuar me lloj-lloj ushqimes dhe veshje, devat dhe ushqimin i cili ishte në ato deve. Këtu ne çka duna të thojna? Duna të tregojna se të parët të cilët e kanë kuptuar islamin dhe kanë vazhduar që të veprojnë sipas islamit, kanë qenë njerëz përparimtar, njerëz të cilët kanë themeluar një shtet të fuqishëm prej asgjëje. Por pse ato e themeluan dhe e bënën atë, kur ato ishin shumë të dobët, sa ato sakrifikuan dhe dhanë munin e tyre maksimal për të dhënë për shtet, kurse në kohën e sotshme ne kërkojna shpesh herë në lojnet e fatit dhe të hyra në politikë që të përfitojna prej politikës, e që jo që t'i japmi, por që të marmi. Kjo është diferenca mes neve dhe tyre, sa ato i ipshin për të ndërtuar, kurse ne marmi dhe këshirna të damtojnë atë tjerët. Këta nuk e lejon feja islame, kurse feja islame e don ai i cili kontribon dhe vepron për shërbimin e besimtarëve të tërë njerëzimit në rruzëllin toksor, kudo kohë çka janë, se faktikisht islami ka ardhur mëshira dhe rahmet, shpëtim për njerëzimin, jo ngërkesë për ato. Kur ne e dimi në kohën e halifës të Abbasinëve, Omer ibn Abdulazizit, bota islame aq shumë ka arritur dhe është ngritur dhe është pasuruar, aq sa në kohën e tij nuk ka pasur njeri i cili është i varfër dhe ka nevojë për ndihmë humanitare. Kanë ecur në tërë ditën karavanat shtëpi për shtëpi dhe janë thkit të plota në buxhetin e shtetit se nuk ka pas kush t'i merr ato. Kjo nëse tregon për sinqeritetin dhe punën të cilën e kanë bën këto më të parë të tanë. Dhe ne duhet të marrim mësim dhe këshill se ku është defekti në të cilën ne gjinjmë sot dhe thojna se ka krizë. Kriza nuk është prej vetvetit, kriza është prej neve, në të cilën ne nuk kontribojna në drejtimin e drejtë dhe nuk shërbejna atij ku e lip nevoja, por këshirna dhe bojna hile në jetën tonë dhe kjo është kundra islamit dhe kundra njerëzillëkit, se islami çdo herë është kundra të padrejtësisë shoqërore dhe njerëzore. Ku pejgamberin alayhi salatu wassalam e ka vetën herë një prej shokëve. Ka thënën i ka pa në treg besimtarët dhe ka thënën ka pa seriozitetin e tyre dhe ka pa kujdesin e tyre duke bërë tregti dhe mendimi i tij ka qenë se këto njerëz sa po bojnë mund mas botës. Dhe i nënshtron pyetjen pejgamberit dhe i thot: "Ja Rasulullah, thot ku ta kishim pas
këtë fuqi dhe këtë zgjurësi fi sebilillah për rrugën e Allahu dhul xhelal. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i përgjigjet me këtë përgjigje. Thot ai i cili ka dalë në treg që ti ushqen fëmijët e vet, thot është fi sebilillah. Ai i cili ka dalë në treg, i cili ka prindër pleq që ti mbikëqyr ato, ka dalë fi sebilillah. Ai i cili ka dalë që të mbroje vetën dhe tjetë zoti i vetvetes, thot ka dalë fi sebilillah. Me priashtim, thot ai i cili ka dalë që të krenohet, të lëvdrohet dhe të mposhtë të tjerët, thot ai është në rrugën e shejtanit dhe djallit. Kita nuk e don Allahu dhul xhelal. Kurse të pasurin e don, punëtorin e don. Pse e don punëtorin? Sikurse çka e don të diturin, po ashtu e don edhe punëtorin. Zoti ka thonë hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lam. A janë të barabartë ato të cilët dinë dhe ato të cilët nuk dinë? Sigurisht që nuk janë të barabartë. A janë të barabartë një besimtar i cili ka dhe një besimtar i cili nuk ka, nuk është të barabartë. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë el mu'minul qawi, besimtari i fuqishëm është ma i afër dhe ma i dashur tek Allahu dhul xhelal se një besimtar i dobët. Dhe këtune nuk e ka cekën se cilën pjesë të fuqies, por të gjithë shka hinë në fuqi është ma e dashur tek Allahu dhul xhelal se ajo e cila është pa fuqi. Shkollimi është fuqi dhe faktikisht kur ne punojna duhet përdorna paralel trunin dhe trupin. Se truni është ajo e cila neve na dallon prej të gjitha krijesave tjera e cila na bën njerëz dhe truni është ajo e cila na shtyt që na ti përdormi punët ma precize dhe ma të mira dhe ma me vlerë mënyrën ma të mirën. Edhe për këtë arsye, një filozof islam, Imam al-Ghazali, thot në librën e vet Ahya Ulumuddin, kur e dan pjesën e diturisë, e dan në 3 pjesë, thot ajo e cila është esenciale, shoqërore dhe zbukuruese. Ajo e cila është shoqërore, esenciale, se kryesore janë sikurse mushknit, truri dhe zemra, kurse shoqëruese vendet dhe kështu me radhë dhe zbukuruese thojnë dhe flokët dhe qërpikët. Por në atë çka është kryesore, e ka thonë se është buqësia, është robaqepsia dhe është ndërtimtaria dhe është politika. Politika është mbi të gjithat, sa ajo e sistematizon dhe e rregullon çështje njerëzore. Dhe kjo është profesioni i të gjithë pejgamberëve, të cilët kanë ardhur për ta rregulluar. Por pa këto 3 të tjerat, a ka zhvillim ekonomik dhe mirëqenie njerëzore? Jo. Në buqësi hinë të gjitha drejtimet dhe lëmit të cilët e mbrojnë dhe ushqejnë trupin. Dhe në robaqepsi hinë të gjitha të cilët e mbrojnë trupin dhe në ndërtimtari hinë të gjitha lëmit dhe drejtimet të cilët neve na bojnë përparimtar, të cilët na mbrojnë prej çdo ere dhe fatkeqësie tjetër. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, ne folëm se faktikisht i pasuri është ma i dashur tek Allahu dhul xhelal me pasurinë e tij në të cilën ai e mbledh dhe e tubon sipas rregullave parimore se sa një i varfër. Derisa ai është në drejtësinë në të cilën Allahu dhul xhelal e kërkon prej njerëzimit. Diferenca mes fesë islame e cila thamë se ka ardhur që të rregullon sistemin jetësor njerëzor, gjithmonë e lufton pa drejtësinë dhe zullumin, në të cilën njerëzit largohen. Dhe këtu ne e dina një shembull konkret prej trupit, njeriu i cili përbëhet prej shpirtit dhe trupit. Allahu dhul xhelal ka bërë lidhshmërinë e këtyre 2 gjërave, se ne jena njerëz të cilët Zoti na krijoi me një përgjegjësi më të lartë, e cila do të jena zavendësit e tij në tokë dhe kërkoi prej neve që të jena të drejtë, mënyrën më adekuate të cilët do të ambisondojna
tokën në përgjithësi, pa marrë parasysh se cili popull, se të Zoti janë një popull, një njerëzim, nuk ka shumë, se të gjithë janë prej Ademit alayhi salam. Kurse Allahu dhul Jalal thot, ja juhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. O ju njerëz, hajni dhe pini çka ka në tokë halal dhe e mirë. Allahu dhul Jalal shumë të mira ka zbrit në tokë, por njeriu din kadenherë që t'i prish të mira dhe t'i ban të këqija. Dhe arsjetohet mandej, po çka është halal në islam? Vetëm haram, jo të ndëruar vëllezër edhe motra. Halalat janë të shumë dhe haramat janë të pakta. Allahu dhul Jalal asnjë gjë e cila është e dobishme për njeriu nuk e ka ndaluar. Të gjitha të cilët janë të dëmshme për atë. Qofse janë të dëmshme ja për organizmin dhe trupin tënë, jo se për shoqërinë dhe rrethin të cilën të rrethon tije. Allahu dhul Jalal thot se ti nuk guxon t'i bëjsh dëm trupit tënë, pa as nuk guxon t'i ban dëm për rreth teje të cilët njerëzit jetojnë me teje. Dhe për këtë arsye ka thonë hajne ajo e cila është e lejueshme dhe halal, kurse ndalojni prej gjënave të cilët janë të dëmshme. Dhe tash faktikisht kjo ajet kur ajnorën a jep që të kuptojnë edhe diçka tjetër, se ka në shumicën e rasteve njerëzore, ka edhe në kohën e Muhamedit alayhi salatu wasalam ka pas raste kur kanë ardhur njerëzit dhe e ka bën jetës vet, jo se vetës vet diçka çka është e dobishme haram. Zoti thot në vazhdim të këtij ajetit thot se mos i ndjekni hapët e shejtanit. Pse mos i ndjekni hapët e shejtanit ose djallit? Ato janë mashtrim dhe ves i djallit kur të ndalon prej gjërave të mira. Dhe ka shumë gjëra të mira në jetën tonë, çka faktikisht shumë njerëz i ndalojnë. Dhe kjo është ves i djallit dhe devijimi i tij, çka na devijon në emër të mujna thojna se edhe të islamit, kur njeriu nuk e din dhe nuk e mirë kupton islamin. Ka pas një rast në kohën e pejgamberit, Abdullah ibn Mesudi ka ardhur në xhaminë e pejgamberit me një ushqim dhe një prej shokëve nuk ulet që të hanë prej atij ushqimi. Tha, çka ke? Tha, çka nuk han tha prej këtij ushqimit? Tha, ja, tha, kom dhënë fjalën, jo se kom bë beje se nuk do ta ha këtë ushqim mo në jetën time. U i dhurua Abdullah ibn Mesudi dhe tha, ajde ha dhe agjeroj 3 ditë se kjo është ves i shejtanit, në të cilën ai po të ban ves tije, po ta ban të ndaluar aje e cila është e lejuar prej anës Allahu dhul Jalal. Dhe këtë ka thonë edhe Abdullah ibn Abbasi, çdo herë njeriu kur ndalon prej një gjërës të dobishme, jo se dikush e ka bën nervoz, jo se është i dhruar me diçka dhe thot ban beje se nuk do ta bëj këtë punë, thot e ka për obligim moral dhe fetar që të agjeron 3 ditë dhe të prish bien dhe të vazhdon në punën e dobishme dhe në atë ushqimin të cilin është i dobishëm për organizmin e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot në një hadith, idha arada Allah bi abdi khayran ista'malahu qabla mautihi. Kur Allahu dhul Jalal e don një rob të tij, thot e shfrytëzon para vdekjes të tij. Thoj nja Rasulullah, qysh e shfrytëzon Allahu dhul Jalal robin para vdekjes të tij? Thot ja zbret një ide e cila është e plot dobishme, shoqërore, njerëzore, dhe e merr shpirtin në atë veprim duke e bërë ai që të jetë i afruar tek Allahu dhul Jalal me punën të cilën ai e bëri. Të nderuar motra dhe vëllezër, ne them se puna e mirë është e lavdëruar në Islam. Punën e kërkon Allahu dhul Jalal dhe në këtë botë nuk kemi ardhur që të flejna dhe të anashkalojna përgjegjësitë tona, por kemi ardhur në këtë botë që të punojna dhe të veprojna dhe të mësojna, se kjo është ajo e cila na i garanton dunjajën dhe ahiretin të cilën Allahu dhul Jalal me veprimtarinë tonë bojna këtë botë xhenet dhe do të fitojna parajsën ose xhenetin e përhershëm
të ahiretit me veprimtarinë tonë, me munët tona dhe sakrificën tonë. Shumë njerëz e bojnë gjihadin se vetëm se në luftë është, por gjihadi nuk është luftë. Gjihadi është më i madh, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, njeriu kur e lufton veten e vet, për me luftu veten tënde, do me thënë, a është puna natyrisht e dashur për njeriu mund të jetë e lodhshme dhe e padashur, por e din se është e patjetërsueshme. E din një fëmijë se mësimi është i dashur për atë, jo, por e din se është i dobishëm për atë. Dhe për atë arsye, Allahu Dhul Xhelal i vlerëson në gjihad këto njerëz të cilët ja përkushtojnë jetën e tyre, Allahu Dhul Xhelal, dhe punojnë për çështje njerëzore dhe shoqërore. Sigurisht në ajetin kuranor kur Allahu Dhul Xhelal thotë ikra bismi, lexo me emrin e Zotit. Pse me emrin e Zotit? Gjitha shkencët të cilët i përkasin kësaj botës, të cilët i cekën pak më para, Imam Gazali, të cili thamë se i ka darë në 4 pjesë, të gjitha këto janë në emër Zotit. Farz është prej çdo lamie dhe prej çdo drejtimi të kena njerëz të cilët i krijnë shërbimet dhe obligimet shoqërore. Nuk është prej fejes të presmi që dikush na i krijnë punët tona. Shpesh herë ne thojna s'na ndihmoi dikush, por pse nuk e nënshtrojna pyetjen dhe të vesna vetët tona, sa jemi të Zotit të ndihmojna dikoj, sa jemi të Zotit që të zgjidhmi problemet të tjerëve. Kjo është Islami i cili na ban që të jena të Zotit e vetës dhe të Zotit të tjerëve të ndihmojna. Këtë e don Allahu Dhul Xhelal për çdo njeriu i cili jeton në këtë jetë, dhe kjo sjell bamirësi dhe mirësi dhe qetësi në shpirtat tona në këtë botë. Dhe kjo është ajo e cila i thohet Islam, jo se feja e Allahu Dhul Xhelal e cila ka zbritë shpërblim në këtë botë dhe në botën e ardhshme për njerëzimin. Mesazhi im për përfundimtar për teleshikuesit e radio televizionit të Maqedonisë Kanal Dishit janë: ju kisha bë thirrje të rive dhe të reve që të duan punën dhe nën kuptohet nën punën shkollimi i tyre dhe t'i jepet haki punës në të cilën do të punësohen ato, se sipas shariatit islam çdo njeri i cili nuk ja jep hakun punës së vet është hajn. Dhe ai i cili nuk mëson dhe mundohet që të vjedh në provime është hajn. Se notat nuk do të vlejnë, as puna e pa kompletuar nuk vlen në jetë, por gjithmonë vlen ajo e cila do ta posedojsh dhe do ta meritojsh ti në jetën tënde. Kisha pas dëshirë që të shoh të gjithë të rinjt dhe të rejet të shkolluar, të disiplinuar dhe të punësuar, dhe duke ja dhënë hakun shkollimit të tjera dhe punës të tjera në nivelin më të përsosërin dhe më të sinqertin, e cila do të jetë bereqeti dhe do të jetë shpëtimi dhe do të jetë mirësia në të cilën do ta jetojnë në mënyrën më të mirën dhe më të shnoshën. Xhabir ibn Abdullahu radiallahu anhu transmeton se dërguari i Allahut ka thënë: atë që ka 3 virtyte, Allahu do ta marrë në mbrojtjen e tij ose do ta fusë në xhenet: butësi ndaj të pafuqishmëve, butësi ndaj prindërve dhe trajtim të drejtë ndaj punëtorëve, shërbëtorëve. Maruri tregon: takova e Budherin në Rebedhe. Ai dhe sklavi i tij kishin veshur rroba të njëjta. E pyeta për këtë. Ai më tha: u sham me dikë. Unë e fyeva për nënën e tij se sa kem. Pejgamberi i Allahut më tha: o e Budher, a fyen atë për nënën e tij?
pra ti ende mbar të gjurmë ignorance. Këta sklevrit janë vëllezërit tuaj të cilët Allahu ju ka dhënë që t'ju shërbejnë. Kush e ka vëllën e tij në urdhër, ta ushqej atë me çfarë ushqehet vet, dhe ta vesh me atë që vishet vet. Mos i ngarkoni ata me më tepër se ç'munden. Nëse i rëndoni tepër, ndihmojeni. Ebu Hurajra transmeton se i dërguari i Allahut ka porositur: kur dikujt prej jush ja përgatit dhe ja sjell ushqimin shërbëtorit i tij, i cili ka hequr temperaturën dhe tymin e ushqimit, ta ulë edhe atë në sofër që të hajë dhe ai. Nëse ushqimi është pak, le t'i lërë 1-2 kafshata. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë: paguajini punëtorin ende pa ju tharë djersa. Ebu Hurajra tregon se pejgamberi i Allahut ka thënë: Allahu i lartësuar ka thënë: në ditën e gjykimit, 3 lloj njerëzve do të dalë përpara si armik. Ai që premton duke përmendur emrin tim dhe nuk qëndron në fjalë, ai që hap parat nga shitja e njeriu të lirë si sklav, dhe ai që e ka pajtuar një punëtor dhe nuk e paguan edhe pse ja ka kryer punën. Sipas transmetimit të Ebu Hurajrës, i dërguari i Allahut ka thënë: 3 grupe meritojnë ndihmën e Allahut: ai që bën xhihad në rrugt të Allahut, sklavi që përpiqet të paguaj çmimin që është saktuar për lirinë e tij, dhe ai që martohet për të ruajtur nderin. Sipas transmetimit të Ebu Sad el-Hudriut, disa prej ensarëve i kërkuan diçka të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai u dha. Pastaj ata i kërkuan sërish. I dërguari i Allahut u dha derisa e mbaruan ato që kishte dhe u tha kështu: sigur të kisha ndonjë gjë, nuk do ta mbaja t'ju akurseja, por kush dëshiron të jetë me nder, Allahu atij jep nder. Kush nuk pritet për këto, Allahu e bën të pasur. Kush duron, Allahu jep qëndres. Askujt nuk i është dhënë dhurat më mirë se durimi. Sipas transmetimit të Ibn Omerit dhe të Aishës radiallahu anha, i dërguari i Allahut ka thënë: ai që kërkon të drejtën hakun e tij, e merr apo nuk e merr të plot, le ta kërkojë atë me dinjitet. Sipas transmetimit të Imran ibn Husajnit, i dërguari i Allahut ka thënë: vërtet Allahu e do robën e tij besimtar, të varfërin dinjitos dhe prindërin që kujdesen për familjen e tij. Sipas transmetimit të Abdullah ibn Mesud, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej kështu: Zoti im, prej teje kërkoj udhëzim, devotshmëri, dinjitet dhe pasuri vetëm mjaftueshmërie.